Projekti Parku Inteligjent i Bletëve i shpallur fitues në Festivalin Kombëtar të Shkencës, iniciuar për herë të parë nga Ministria e Arsimit, është produkti një pune 4 mujore të ekipit realizues të përbërë nga 5 nxënës. Sipas koordinatores së projektit Erviola Konomi, ai u përzgjodh mes 30 projekteve që kaluan fazën e 4, duke lënë pas 300 projekte nga të gjitha gjimnazet të Shqipërisë. Projekti është përzgjedhur për faktin se ka një ndikim shumë të madh në mjedis. Kemi studiuar dhe kemi lexuar dikush nëse bletët do të zhduken, është një thënie e Einsteinit, njerëzimi do të ekzistonte vetëm për 4 vite nga rezervat që ne kishim. Dhe kjo na nxiti që ne ta vazhdojmë këtë projektin akoma më tej, duke shtuar edhe elemente të tjerë me kalimin e kohës, sepse është një periudhë 4 mujore që ne merremi me këtë projekt. Projekti sipas nxënësit prezantues Sokol Baxhia përbëhet nga disa sektor. Sektori i kreativitetit, i teknologjisë, i krijimit të biznesit dhe ai shëndetësor. Projekti është një projekt i cili është fokusuar tek bleta, duke qenë se është një nga insektet të cilat polenizon shumë kultura bujqësore, qoftë në Shqipëri, por edhe kultura bujqësore të një ndër ekonomive me ndikim në botë, siç është ekonomia amerikane. Ajo ka një ndikim, prandaj bëra edhe këtë paralelizmin, ka një ndikim shumë të madh në jetën tonë. Dhe ky projekt këtë ka dashur të integrojë teknologjinë e gjelbër me bletën, pra me bletën dhe mjedisin përreth. Ne kemi dashur që të sjellim risi dhe inovacion në gjithë fushën bujqësore. Një ndër elementet e veçantë të këtij projekti është krijimi i lëndës djegëse biodiesel i krijuar nga alga ujrave të ëmbëla. Sipas mësuesit të kimisë Selam Serjani, ndotja është kthyer një problem madhor global, ndaj jemi drejtuar biomasave siç janë algat, nëpërmjet të cilave mund të prodhohet karburanti biodiesel. Ne kemi shfrytzuar burime të tjera, të cilat janë biomasat e ndryshme, siç është edhe algat, në të cilat mund të prodhohet biodieselet ose biokarburantet, të cilat me anë të nxënësve, me anë të eksperimenteve, kanë prodhuar në minimum, një sasi të pakët, biodiesel që janë në vetvete janë metilestere. Çmimi i parë në këtë festival ishte një surprizë për të gjithë nxënësit dhe mësuesit e shkollës Zhani Ciko. Ka pohuar mes emocionesh nxënësja Sara Dëgjonaj. Atë ditë me thënë të drejtën, duke parë edhe të gjithë konkurrencën midis shkollave të vendit, për ne ishte një surprizë shumë e madhe që do fitonim, edhe nuk e se prisnim fare. Kishim mjaft emocione dhe në momentin që u dha çmimi që ishim shkolla fituese, ishim shumë të entuziazmuar që po thjesht të habitur. Ndërkohë, sipas drejtorit Ervis Hyseni, shkolla Zhani Ciko në Patos ka një përvojë disa vjeçare në fushën e realizimit të projekteve inovative dhe është fituese i disa çmimeve të para në konkurse në rang evropian. Nuk është një rastësi që shkolla jonë arrin dhe fiton, modestisht e them këtë gjë, pasi jemi shkolla e parë certifikuar i Twinning, që ka pasur që kur është futur ky projekt në Shqipëri, më pas jemi pjesëmarrës në shumë projekte të tjera, duke filluar dhe që nga Code Week, nga Bashkimi Evropian, Scientist, është një tjetër konkurs që kemi marrë pjesë, madje këto janë edhe në rang ndërkombëtar, duke qenë dhe pjesëmarrës në shumë aktivitete, më i fundit që mund të kujtoj është ai që është zhvilluar në Samsun në Turqi, ku jemi të përfaqësuar denësisht me nxënësit tanë. Festivali i Shkencës synon të nxjisë kreativitetin e nxënësve dhe aftësitë kërkimore për të eksploruar botën e shkencës.